Profeti alayhi salam me një hadith thot, shembulli i namazit është sikurse shembulli i një lumi. Nëse një person do ta kishte një lum i cili i kalon para shtëpisë së tij dhe do të lahej në të, a do të kishte ndonjë papastërti? Asesi jo. Edhe shembulli i namazit është i tillë. Nëse një njeri i cili falet rregullisht, falet 5 herë në ditë, normalisht që në të nuk do të ketë asnjë lloj mëkati dhe gjunahu. Pra Allahu subhanahu wa taala është ai i cili do t'ia fshi mëkatet edhe gjunahet. Pra namazi është ai i cili vazhdimisht ditën edhe natën na mban në lidhje me Allahun subhanahu wa taala. Po t'i shohim 5 kushtet e Islamit. Përveç namazit i cili është vazhdimisht ditë edhe natë, nuk është sezonal, që na mban në lidhje me Allahun subhanahu wa taala, kushtet tjera janë sezonale. Agjërimi i Ramazanit është një muaj në vit. Dhënia e zakatit është një herë në vit. Shkuarja në haxh është një herë në vit, ndërsa namazi është ai i cili na mban vazhdimisht në lidhje me Allahun subhanahu wa taala. Pra dhe profeti sallallahu alaihi wasallam kur u pyet se cilën vepër Zoti e do më shumti, tha është falja e namazit në kohën e tij. Dhe nga kjo tregojmë që ai person, ai njeri i cili e fal namazin, ai njeri i cili i mbështetet Allahut subhanahu wa taala, normalisht që Allahu do t'ia fshijë mëkatet edhe gjunahet e tij. Normalisht që Allahu subhanahu wa taala do ta begatojë me të mirat e tij në këtë botë dhe në botën tjetër do të marrë shpërblimin nga Allahu subhanahu wa taala për mundin e tij që e ka bënë në dunjë për veprat dhe punët e mira.